Njohuri të nxënëra në fizik, klasa e 6. Në kapitullin e 4 kemi mësuar për punën dhe energjinë. Pyetjet e para të këtij kapitulli që të përsërisim se sa kemi arritë të mbajmë mend njësitë mësimore nga fizika e klasës së 6 për kapitullin e 4 janë: kur kryejm punë. Pra do të japëm disa shembuj të cilët tregojnë se kur kryejm punë. Pyetja e dytë, shkruaj dhe vërteto formulën e punës mekanike. Këtu do të shkruajmë matematikisht formulën e punës mekanike, ta vërtetojmë atë dhe të tregojmë se cila është njësia ndërkombëtare e punës mekanike. Pyetja e tretë, përmend disa shumëfisha të gjaulit dhe të tregoni se sa gjaul i kanë ata shumëfisha. Pyetja 4 dhe 5 janë detyra numerike të cilat lidhen me punën mekanike. Shpunë mekanike kryen trupi me forcë 50 Newton nëse kalon 100 metra. Dhe pyetja 5, sa punë mekanike kryen trupi me masë 5 kg nëse ngritet në lartësi 3 metra. Pra, duhet të llogaritëm punën mekanike, të cilën e kryejm në rastin kur është ngrit një trup në një lartësi të caktuar prej 3 metrave dhe ai trup ka pas masën 5 kg. Sigurisht se njësia ndërkombëtare e punës mekanike në zgjidhjen e kësaj detyre do të del gjaul, ashtu siç është njësia ndërkombëtare e punës mekanike. Pra përmes këtyre 5 pyetjeve, ju do të mund të nxjerrni konkluzionet se sa keni arrit të mbani mend njësi mësimore kur kryejm punë mekanike. Dhe pastaj do të vazhdojmë me pjesë tjera të këtij kapitulli për punën dhe energjinë, që njëherët janë puna dhe energjia mekanike. Ju provoni që këto pyetje të përgjigjeni vetë me anë të shembujve dhe në mënyrë matematikore, si dhe zgjidhjen e detyrave, ndërkaq që në pjesët në vazhdim ne do të japëm shembuj, vërtetojmë formula dhe do të zgjidhëm këto dy detyra, që ju pastaj të mund të krahasoni njohuritë e juaja të nxënëra në klasën e 6 për kapitullin e 4 me ato që janë shpjeguar në vitin shkollor të cilin sapo e lam pas. Po fillojmë me përgjigjen në pyetjen e parë, kur kryejm punë. Fjala është kur kryejm punë mekanike. Puna mekanike është një mallësi fizike e cila simbolikisht shënohet me shkronjën e madhe të shtypit A. Pra këtë e kemi thënë gjatë mësimeve të cilat i kemi mësuar te kapitulli i 4, puna dhe energjia, që punën mekanike simbolikisht e shënojmë me shkronjën e madhe të shtypit A. Por kur kryejm punë mekanike? Ne gjatë ditës kryejm shumë punë, edhe madje themi se kemi punuar. Puna është një veprim, por duhet të dallojmë se cilat janë punë mekanike. Kam punuar në kompjuter, themi. Kam vrapuar, kam mësuar, kemi shtyrë një tavolinë për të lëshuar vend për një trup tjetër. Kam ecur nga shtëpia deri në kopsht. Kemi shtyrë një karrocë, kemi ngrit një trup lart. Por cilat nga këto raste mund të themi se janë punë mekanike? Në këtë figurë kemi paraqit një trup të cilën ju e keni në librin e juaj bazë të fizikës,
si figura 4.1, ku një trup ngritet në një lartësi të caktuar, duke vepruar me një forcë tjetër, një trup tjetër, në të cilën kemi një rëndim të tokës, pra që trupin e tërheq toka. Dhe cilin nga këta trupa do të kryej punë? Trupi i cili ngritet lart, apo trupi i cili bie poshtë, apo nuk do të kryej punë asnjëri? Përgjigjja në këtë pyetje do të jetë se që të dy trupat kryejnë punë. Pra edhe trupi i cili ngritet në një lartësi, në këtë rast, edhe trupi tjetër i cili nga një lartësi po lëshohet të poshtë, të dy trupat lëvizin dhe të dy trupat kryejnë punë. Në figurën tjetër, që po ashtu e keni në librin e juaj të fizikës, shohim një ciklist i cili po e ngjet cikletin e tij nëpër një rrugë të caktuar. Dhe a do të kryej punë në këtë rast ciklisti, apo nuk është duke kryer punë? Pra në rastin kur ciklisti lëviz me cikletin e tij nëpër një rrugë të caktuar, themi se ai kryen punë. Kështu që puna qenë ka një veprim dhe një zhvendosje e trupit nga një pikë në pikën tjetër, mund të themi se ai kryen punë. Pra, në qoftë se trupi është në pikën A dhe pas një kohe ai kalon në pikën B, për të themi se ka kryer një punë. Pra, kur trupi zhvendoset në një rrugë të caktuar, për të themi se ai kryen punë. Një nga kriteret e kryerjes së punës qenë ka rruga, apo lëvizja e tij, përkatësisht zhvendosja nga një pikë në pikën tjetër. Pra, që një trup të kryej punë, ai gjithsesi duhet të lëvizë. Dhe puna mekanike, si mallësi fizike, shohim se varet nga rruga të cilën ai trup e kryen. Po, pse lëviz trupi? Pse lëviz ciklisti në këtë rast? Pse trupi ngritet lart? Pse ky trupi bie poshtë? Përgjigjen në këto japim se të gjitha trupa lëvizin sepse në ta ka vepruar një forcë. Prandaj, kur mbi trup vepron forca dhe zhvendoset trupi, themi se kryhet punë mekanike. Kjo na ndihmon të japim përgjigje se puna mekanike, si mallësi fizike, varet nga forca dhe nga rruga. Në pyetjen e dytë do të përgjigjemi se si është formula e punës mekanike dhe ta vërtetojmë atë. Pra në këtë pjesë treguam se puna mekanike varet nga forca dhe nga rruga. Ndërkaq në pjesën e dytë do të shkruajmë formulën e punës mekanike, duke dhënë disa shembuj të lëvizjes së trupave për të hetuar se trupi lëviz apo zhvendoset, si dhe veprimin e forcës mbi ta. Do të vazhdojmë me përgjigjen në pyetjen e dytë, e cila thot shkruaj dhe vërteto formulën e punës mekanike. Pra puna mekanike, siç treguam në pyetjen e parë, është një mallësi fizike të cilën e kemi shënuar me shkronjën e madhe të shtypit A, dhe pam se ajo varet nga zhvendosja dhe veprimi i forcës mbi të. Që tham se trupi do të zhvendoset nga pika A në pikën B nëse mbi të ka vepruar një forcë. Pra, rezultati i veprimit të forcës mbi një trup do të jetë zhvendosja e tij. Dhe në atë rast themi se trupi kryen punë. Por të kujtojmë se në qoftë se mbi një trup vepron forca, mirë po trupi nuk zhvendoset, pra rruga do të jetë 0, atëherë nuk ka punë mekanike. Pra puna mekanike do të jetë 0. Këtë e kemi sqaruar me disa detyra të cilat i kemi zgjidhur, ku pa marrë parasysh se çfarë force vepron mbi një trup, në qoftë se ai trup nuk lëviz, puna do të jetë 0.
pra nuk do të kryet punë mekanike. Në këtë pyetje kemi të shkruajmë formulën e punës mekanike. Puna mekanike mvaret nga rruga dhe nga forca. Nëse një trup ka kalu një rrugë të gjatë, atëherë themi se kryen punë të madhe. Dhe nëse një trup ka kalu një rrugë të shkurtë, puna të cilën do ta kryej është e vogël. Kështu që puna mekanike mund të themi se rrin në raport të drejtë me rrugën, që thamë se nëse rruga është e gjatë, puna është e madhe. Nëse rruga është e shkurtë, atëherë dhe puna është e vogël. Po në cilin raport qëndron puna mekanike me forcën? Nëse forca mbi të cilin ka vepruar një trup ka qenë e madhe, atëherë dhe puna do të jetë e madhe, me kusht që trupi zhvendoset. Dhe nëse një trup është zhvendos, por forca mbi të cilin ka vepruar trupi mbi një trup tjetër ka qenë e vogël, atëherë edhe puna do të jetë e vogël. Kështu që puna mekanike qëndron në raport të drejtë, po ashtu edhe me forcën. Dhe themi se puna mekanike është në raport të drejtë me rrugën dhe me forcën, atëherë lehtë mund të shkruajmë formulën e punës mekanike që është e barabartë me forcën herë rrugën. Dhe themi se puna mekanike paraqet prodhimin e forcës dhe rrugës. Nëse këtë formulë vazhdojmë ta vërtetojmë, që duhet gjithsesi ta vërtetojmë, atëherë themi se njësia e forcës është Newtoni, herë njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Newton herë metër është Joule, apo mund ta gjeni në literaturë edhe si Joule. Dhe këtë formulë e kemi lexuar nëse themi se para njësive qisim një vlerë numerike 1 që është, e nuk ka nevojë ta shkruajmë, atëherë themi puna mekanike për një Joule është forca që vepron mbi një trup për 1 Newtoni dhe zhvendos atë në rrugën prej 1 metri. Dhe kjo është formula e punës mekanike, të cilën e kemi mësuar dhe faktikisht e vërtetuam se njësia ndërkombëtare e punës mekanike është Joule. Pyetja e tretë është të përmendëm disa shumëfisha të Joulit. Si tham në pyetjen e dytë se njësia ndërkombëtare e punës mekanike është Joule, por njësia Joule është një njësi e vogël, kështu që për punë mekanike përdoren shumëfishat e Joulit, që më së shumti përdoren kilo Joule, që shënohet me simbolin K të vogël e J të madhe. K është kilo, J Joule, dhe 1 kilo Joule, kur të shndrohet në Joula, 1 kilo i ka vlerën 1000, ndërka që Jouli përshkruhet dhe themi 1 kilo Joule i ka 1000 Joula. Numrin 1000 matematikisht mund ta shkruajmë edhe si 10 në fuqinë e tretë e njësinë Joule. Shumëfish tjetër e Joulit që përdoret mjaft shumë është edhe megajoule. Mega do të thot 1 milion, e numri 1 milion shkruhet si 10 në fuqinë e 6 dhe njësia Joule. Pra 1 megajoule i ka 1 milion Joula, apo 10 në të 6 Joule. Shumëfish tjetër i Joulit është gigajoule, që shënohet me GJ, pra këtë nuk mund të lexojmë G, por GJ, 1 gigajoule, GJ, dhe giga është 10 në të 9 Joula, apo 1 miliard. 1 gigajoule i ka 1 miliard Joula, apo 10 në të 9 Joule. Vijnë shumëfisha tjerë, si terajoule e kështu me radhë, të cilat më gjerësisht ju mund të shihni në librin e detyrave të zgjidhura nga fizika, ku në një tabelë të veçantë kemi dhënë
shumëfishat dhe nënfishat që më së shumti përdoren. Do të vazhdojmë me pyetjen e 4 që njëherët është detyrë numerike. Ç'punë mekanike kryen trupi me forcë 50 Newton nëse kalon 100 metra. Pra, do të llogaritim punën mekanike të cilën e kryen një trup nëse mbi të ka vepruar një forcë prej 50 Newtonave dhe si pasojë veprimit të forcës mbi atë trup, ai është zhvendosur në një rrugë prej 100 metrave. Le të supozojmë se kjo figurë i përgjigjet detyrës së 4, ku mbi këtë trup ka vepruar një forcë prej 50 Newtonave dhe e ka zhvendosur trupin në një rrugë prej, supozojmë, 100 metrave. Pra, kjo është rruga nëpër të cilën është zhvendosur trupi kur mbi të ka vepruar forca. Dhe të dhënat e kësaj detyre janë forca 50 Newtona e rruga është 100 metra. Pra 100 metra ka kaluar një trup kur mbi të ka vepruar forca prej 50 Newtonave, atëherë kërkohet të njësohet puna mekanike. Tani të dhëna do t'i kontrollojmë a i kemi në njësi ndërkombëtare. E dim që njësia ndërkombëtare forcës është Newtoni, po në Newton është dhënë forca. Rruga ka njësi ndërkombëtare metër në metra është dhënë dhe do të njësojmë punën mekanike. Në pyetjen e tretë, patëm të gjejmë formulën e punës mekanike, të cilën edhe e vërtetuam. Prandaj, puna mekanike thamë paraqet prodhimin e forcës dhe rrugës, që po këtë formulë do ta përshkruajmë dhe është prodhimi i forcës dhe i rrugës paraqet punë mekanike. Këtë formulë e kemi të vërtetuar, por mund edhe njëherë ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare forcës Newtoni, njësia ndërkombëtare rrugës metri, e Newton herë metër është Joule. Prandaj, këtë formulë do ta përdorim drejtëvërtësisht drejtë për zgjidhjen e kësaj detyre, ku e përshkruajmë edhe një herë formulën A barazim me F herë S. Forca është 50 Newton, ndërkaq rruga 100 metra. Shkruajmë herë 100 metra, barabartë me, tu vetëm shumëzojmë 5 herë 1 është 5, 2 zero të numrit 100, edhe një zero të numrit 50 i shtojmë, pra gjithsej 3 zero, njësia Newton herë metër, siç pamë është Joule, dhe themi këtu janë 5000 Joula. Por, Joulat mund t'i shndrojmë në kilojoula, ashtu siç thamë te paraqitja e shumëfishave të Joulit, ku thamë se 1 kilojouli ka 1000 Joula, ndërkaq ne kemi 5000 Joula. Por t'i kthy Joulat në kilojoula, këtë vlerë numerike e pjesojmë me 1000, sepse Jouli është 1000 herë më i vogël se kilojouli, apo mund ta shkruajmë matematikisht 5000 herë vend Jouli mund ta shkruajmë 1 thyë për 1000. 1 thyë për 1000, pastaj këtu vjen kilojouli. 3 zero me 3 zero këto mund të thjeshtojmë, 5 herë 1 5, thyë për 1 është 5, që vjen njësia kilojoule, dhe 5 kilojoula është puna të cilën e kryen një trup kur ka vepruar me një forcë prej 50 Newtonave dhe si pasojë veprimit të asaj force, trupi është zhvendosur në një rrugë prej 100 metrave. Tani po vazhdojmë me detyrën e 5, ku thotë se sa punë mekanike kryen trupi me masë 5 kg nëse ngritet në lartësinë 3 metra. Pra një trup është ngrit në lartësinë 3 metra, i cili ka pas masën 5 kg, dhe ne duhet të njësojmë se çfarë pune mekanike ka kryer ai trup. Pra pyetja e 5
që është një detyrë ku një trup ka masën 5 kg dhe është ngrit në një lartësi prej 3 metrave, duhet të njësojmë punën mekanike të cilën e kryen ai trup. Këtu është dhënë masa në kilograme, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, është në rregull. Është dhënë lartësia në njësinë metra, që lartësia në realitet është një gjatësi, prandaj themi se veçin se matet gjatësia me metra, atëherë edhe lartësia matet me metra. Ne kemi mësu formulën e punës mekanike, që paraqet prodhimin e forcës dhe rrugës, që në detyrën e 4 e përdorëm këtë formulë, nga se në pyetjen e dytë e patëm vërtetu dhe patëm gjetë se njësia e punës mekanike është gjauli, e formula është prodhimi i forcës dhe i rrugës. E potencum këtë sepse në këtë detyrë nuk është dhënë forca, madje nuk është dhënë as rruga. Kështu që a do të mund të përdorëm këtë formulë? Sigurisht se formulën të cilën e kemi shkruar si prodhim i forcës dhe rrugës që paraqet punën mekanike, drejt për së drejti nuk mund ta përdorim, por do të tregojmë se nga kjo formulë mund të arrijmë deri te zgjidhja e detyrës, sepse rruga në realitet është lartësi. Pra, nëse rrugën e kemi marrë me metra dhe lartësinë me metra, atëherë i bie që rruga për ne është e barabartë me lartësinë. Por forca është e barabartë me peshën e trupit, sepse tash trupi po ngritet në një lartësi, supozojmë se ky është trupi me masë, i cili do të ngritet në një lartësi prej 3 metrave, dhe sigurisht se aty do të kryhet punë. Trupi ka 5 kg, ngritet në një lartësi 3 metra, atëherë ai trup ka peshë. E në realitet peshën kemi thënë se mund ta shkruajmë si prodhim i masës së trupit dhe vlerës 10 Newton pyë për kilogram. Këtë e kemi sqaruar në detyrat e mëparshme, prandaj forcën do ta marrim si peshë, e pesha është prodhim i masës dhe vlerës 10 Newton për kilogram. Mund ta vazhdojmë me një herë. Masa është 5 kg, pra e shkruajmë 5 kg, herë 10 Newton pyë për kilogram, kilogram me kilogram thjeshtohet, 5 herë 10 është 50 edhe njësia Newton. Kështu tani, formula jonë që nuk e pat forcën, kemi marrë që ka peshën 50 Newton, dhe mund të shkruajmë në vend të forcës peshën, në vend të rrugës lartësinë, atëherë puna mekanike e merr një formë tjetër të formulës, pesha herë lartësia. Kur të vërtetohet kjo formulë, njësia gjithsesi duhet të del gjaul. Pesha ka njësinë Newton, herë lartësia ka njësinë metër, Newton herë metër është gjaul. Atëherë e përdorim këtë formulë, që prodhim i peshës dhe lartësisë paraqet punën mekanike. Pesha e trupit qenë ka 50 Newton, ajo me masë 5 kg, herë lartësia 3 metra, dhe shumëzojmë 5 herë 3 është 15, edhe një 0 e numrit 50, 150 Newton herë metër gjaul. Pra në rastin kur ngritim një trup në një lartësi prej 3 metrave, i cili ka masë 5 kg, do të kryjmë një punë mekanike prej 150 gjaulave. Pra 150 gjaula ka qenë puna mekanike të cilin e kemi kryer në qoftë se kemi ngrit një trup me masë 5 kg në një lartësi prej 3 metrave.